Altaj është tanku I ri kryesor I betejës së Turqisë dhe prodhimi I tij masiv kryhet në fabrikën e prodhuesit turk të automjeteve BMC në Ankara. Presidenti I Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë ditën e djeshme se tanket përfunduan një program testimi prej 35.000 kilometrash dhe 3.700 ushtrime me zjarr të vërtet përpara se t'i dorëzoheshin ushtrisë turke. Ai shtoi se tanku Altaj I përmirësuar me sisteme të përparuara është projektuar për të bërë ballë kushteve më të vështira të betejës. Erdogan theksoi se linja e prodhimit masiv të Turqisë, e cila përfshin 63.000 metra katror, çdo muaj do të prodhojë 8 tanke Altaj dhe 10 automjete të blinduara Altug të përshkruara si fortesat e fushës së betejës. Ne vazhdojmë të shkruajmë histori me mjetet tona të teknologjisë së fundit ajrore, toksore dhe detare. Ne nuk jemi më vetëm një shtet që ndjek, ne jemi një shtet që ndiqet, tha Erdogan.